Inkubatori-dhoma e lindjes mbante ende erën e gjakut, jodit dhe metalit të ftohtë. Dritat e bardha më digjnin syt, por unë nuk kisha fuqi t'i mbyllja. Trupi më dridhej, jo vetëm nga dhimbja që sapo kishte kaluar, por nga boshllëku i çuditshëm që ndjeva sapo britma e parë e foshnjës u shndërrua në qetësi. "Është djalë", tha mjekja me një buzëqeshje profesionale, ndërsa më afroi për një çast. Ai ishte i vogël, i rudhur, por perfekt. Dora e tij e vogël u mbyll rreth gishtit tim, dhe në atë moment mendova se gjithçka që kisha duruar, poshtërimet, ftohtësinë e burrit tim, netët e vetmis, kishte pasur një kuptim. Lotët më rridnin pa zë. Pastaj dera u hap me zhurmë. Me nxitim, me arrogancë. Hapat e tij i njoha para se ta shihja. Ishin hapa që nuk kërkonin leje. Hapa që hynin gjithmonë në jetën time pa trokitur. Burri im, por ai nuk ishte vetëm. Një grua e re, me barkun e rumbullakosur të shtatzënisë, u shfaq pranë tij. Flokë të gjatë, buzë të plota, sy të mprehtë si thika. Ajo mbante dorën mbi bark, sikur po mbronte një kuror mbretërore. Infermierja u ngrir. Mjekja hapi gojën për të folur. Unë vetëm shtrëngova foshnjën. "Çfarë po ndodh?" Belbëzova. Zëri im ishte i dobët, i thyer. Ai nuk më pa. As për një sekond. "Mbretëresha ime ka nevojë për një fëmijë për të praktikuar." Njoftoi ai me zë të lartë, sikur të ishte duke porositur kafe. Dhoma ra në heshtje. "Çfarë?" pëshpërita. Ai është djali im." Më në fund ai u kthye nga unë. Sytë e tij ishin të ftohtë, të zbrazët. Nuk kishte asgjë nga burri që dikur më kishte premtuar dashuri. "Ti e bëre punën tënde", tha. Tani është radha e saj. Para se të kuptoja çfarë po ndodhte, ai u afrua, më rrëmbeu foshnjën nga krahët. Instinktivisht bërtita, u përpoqa ta mbaja, por trupi im ishte i dobët, i lidhur me tuba dhe dhimbje. U lërita. "Mos ma prek fëmijën." Ai ia dha foshnjën asaj gruaje. Ajo e mori me një buzëqeshje të çuditshme, duke vështruar si një lodër të re. Kur u përpoqa të ulesha, të çlirohesha, ajo u afrua dhe më shtyu fort për fyti. Ajri më iku nga mushkërit. "Ri poshtë, inkubator", pëshpëriti ajo në veshin tim. Fryma e saj mbante erë parfum të shtrenjtë dhe ligësi. "Ky është fëmia im tani." Syt më u errësuan. Infermieret më në fund reaguan, por burri i ngriti dorën. "Është çështje familjare", tha me ton kërcënues. "Dilni." Dhe ato dolën. Mbeta vetëm unë, dhimbja ime dhe boshllëku në krahët e mi. Ajo grua u kthye nga ai, duke qeshur lehtë. "A nuk është i bukur? Do të mësohem mirë para se të vijë imi." Ai i buzëqeshi. Asaj. Unë fillova të qaja, jo me zë, por nga thellësia e shpirtit. Çdo lot ishte një britm që askush nuk e dëgjonte. "Pse?" pëshpërita. "Pse po ma bën këtë?" Ai më hodhi një vështrim të ftohtë. "Sepse ti s'më dhe kur atë që doja. Unë të dhash gjithçka", thash. "Edhe trupin tim, edhe këtë fëmijë. Ti ishe vetëm mjeti", tha ai. "Një inkubator." Fjala më goditi më fort se çdo shuplak. Ajo qeshi përsëri dhe u drejtua nga dera me foshnjën tim në krah. Para se të dilte, u kthye. "Mos u shqetëso", tha. "Do ta shohësh shpesh. Nëse sillehesh mirë." Dera u mbyll dhe diçka brenda meje vdiq. Nuk e di sa kohë kaloi. Mund të kenë qenë minuta apo orë. Kur u zgjova plotësisht, dhoma ishte bosh. Vetëm monitorët që biponin ngadalë. Një infermiere e re hyri me kujdes. "Ku është djali im?" e pyeta me njëherë. Ajo uli syt. "Zoti juaj e ka transferuar foshnjën." "Ku?" "Në suitën private." "Ma sillni", thash. Zëri im nuk kërkonte, urdhëronte. Ajo hezitoi. "Nuk kam autorizim." Atëherë kuptova diçka të tmerrshme. Askush nuk ishte në anën time. Jo këtu. Jo në këtë shtëpi. Jo në këtë jetë. Por ndërsa shikoja duart e mia bosh, një ndjenjë e re u ndez brenda meje. Nuk ishte më dhimbje, ishte zemërim, i ftohtë, i qartë, i vendosur. Ata menduan se unë isha thyer. Ata gabuan. Sepse një nën që i merr një fëmijën nuk shuhet. Ajo lind përsëri, dhe këtë herë ajo lind për hakmarrje. Dhimbja ishte ende aty, por nuk ishte më ajo që më mbante zgjuar. Ishte mendimi i djalit tim. Çdo rahje e zemrës më dukej si një pyetje pa përgjigje. "Ku je?" "Apo qan?" "A të mban dikush siç të mbaja unë?" U përpoqa të ulesha sërish. Trupi më tradhtoi, por këtë herë nuk bërtita. Shtrëngova dhëmbët. Dhimbja fizike ishte e përkohshme. Ajo që më kishin bërë, jo. Dera u hap ngadalë. Një infermiere më e moshuar hyri, me fytyrë të lodhur dhe sy që kishin parë shumë. "Mos lëviz", tha ajo butë. "Je ende e dobët." "Ku është djali im?" e pyeta sërish. Ajo mbylli derën pas vetes. E kyçi. Pastaj më pa drejte në sy.
nuk është e drejtë ajo që ndodhi, tha me zë të ulët. Dhe nuk është as ligjore. Zemra më rahu fort. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë, vazhdoi ajo, që askush nuk ka të drejtë t'ia marrë një nënfëmijën pa dokumente, pa vendim, pa pëlqimin e saj. Lotët më mbushën syt, por këtë herë nuk ishin lot dobësie. Ndihmom, i thash. Të lutem. Ajo hezitoi për një moment, pastaj nxori një letër të palosur nga xhepi i uniformës. Ky është kati privat, tha, duke më treguar një plan të thjeshtë. Suita ku janë ata? Siguria është e dobët natën. Burri yt ka para, por nuk ka menduar se ti do të ngrihesh kaq shpejt. Unë nuk jam ajo që isha dje, i thash. Ajo më pa me keqardhje. E shoh. Kur doli, më la derën pak hapur, një ftesë. U deshën 30 minuta që të mund të qëndroja në këmbë. Çdo hap ishte si thik në bark, por nuk u ndala. U mbështeta pas mureve, duke ecur ngadalë në korridorin e zbetë. Në xhamat e dritareve pash reflektimin tim. Nuk e njoha veten, flok të shpërndar, fytyrë zbetë, sy të skuqur. Por kishte diçka tjetër aty, një shikim që nuk ishte më i butë, ishte i zgjuar. Kur arrita te ashensori privat, dëgjova zëra. Zërin e tij, është zgjidhja më e mirë, po thoshte ai. Ajo nuk do të flas. Nuk ka ku të shkojë. Zëri i saj u dëgjua më pas, i ëmbël dhe helmues. Gjithsesi, ajo është vetëm inkubatori. Gjaku më vlonte në vesh. Dyert e ashensorit u hapën me një tingull të lehtë. Brenda, suita dukej si hotel luksoz. Lule të shtrenjta, perde të rënda, dritë e ngrohtë. Dhe në mes të dhomës djali im, i shtrirë në një djep të bardhë. Për një sekond mendova se do të humbisja ndjenjat. Pastaj e dëgjova të qante. Instinkti më mori përpara arsyes, u afrova. Por ajo ishte aty, u kthye ngadalë, me një buzëqeshje që u zhduk sapo më pa ti, tha ajo. Si guxon, nuk e lash të mbaronte. E mora djalin në krah. Ai u qetësua me njëherë. Trupi i tij e njohu timin. Jepi, bërtiti ajo. Është imi. Jo, thash qetë. Ai është imi. Burri im u afrua me hapa të shpejt. Çfarë po bën? Je çmendur? Jo, i thash, duke e parë drejtë në sy për herë të parë pa frikë. Jam zgjuar. Ai u ndal. Për një çast pash diçka që nuk e kisha parë kur më parë tek ai frikë. Ti nuk e asgjë, tha ai, duke u përpjekur të rikthej kontrolli. Pa mua, ti e askush. Qesha. Një e qeshur e thatë. Gabim. Pa ty, unë jam gjithçka. Ai u përpoq të më afrohej, por në atë moment dera u hap, 2 oficerë sigurie. Dhe pas tyre infermierja e moshuar. Ka pasur një raport për rrëmbim foshnje, tha ajo me zë të fortë. Nga nëna biologjike. Fytyra e tij u zbardh. Ju nuk e dini kush jam unë, tha ai nervozisht. E dim, ju përgjigj njëri nga oficerët. Dhe dim edhe ligjin. Ajo grua bërtiti, u kap pas tij. Mos lejoni ta marr. Është për mua. Oficeri e pa ftohtë. Zonje, ju nuk keni asnjë lidhje ligjore me këtë fëmijë. Unë mbajta djalin fort. Fryma ime më në fund u qetësua, por brenda meje e dija, kjo nuk kishte mbaruar, sepse burra si ai nuk dorëzohen lehtë, dhe gra si ajo nuk pranojnë humbjen. Kjo ishte vetëm fillimi i luftës sime. Një lufte që nuk do të bëhej vetëm për djalin tim, por për të shkatëruar çdo gjë që ata mendonin se zotëroni. Nëna gjykata ishte e ftohtë, jo nga temperatura, por nga mënyra si drejtësia të shikon drejt e në sy pa emocione. Unë mbaja djalin tim në krah. Ai flinte qetë, sikur e dinte se betejë po bëhej për të. Ata ishin përballë meje. Burri im tashmë vetëm në letra, me kostum të shtrenjtë dhe sy të zbrazët. Ajo, me barkun ende të rumbullakosur, por pa arrogancën e dikushme. Mbretëresha kishte humbur fronin, avokati i tij foli gjatë, për pasuri, për ndikim, për paqartësi emocionale nga ana ime pas lindjes. Kur erdhi radha ime, u ngrita ngadalë. Nuk jam këtu përpara, thash. Jam këtu sepse një fëmijë nuk është objekt, nuk është lodër. Nuk është mjet për të ushtruar mëmësinë e dikujt tjetër. Gjykatësi më pa me vëmendje. Ju e quajtët inkubator, vazhdova, duke e parë burrin tim drejt në sy. Por një inkubator nuk qan, nuk dashuron, nuk mbron. Unë po. Avokati i saj u përpoq të fliste për marrëveshje private. Atëherë infermierja e moshuar u ngrit. Dëshmia e saj i rrëzoi të gjitha regjistrimet e kamerave. Orari, fjalët, duna, rrëmbimi. Gjykatësi u li çekiçin, fëmia i takon nënës biologjike. Çdo kontakt i mëtejshëm do të konsiderohet shkelje penale. Ajo bërtiti, ai u li kokën, unë nuk thash asgjë, sepse fitoret më të mëdha janë të heshtura. U largova nga ajo qytet, një shtëpi e vogël, dritare me diell, pa perde të rënda.
Pa zëra që të ulin nata e parë, ishte e qetë. Djali im flinte në gjoksin tim. Fryma e tij ishte e rregull. E sigurt, për herë të parë, nuk kisha frikë. Telefonata erdhi disa javë më vonë. Ajo kishte humbur fëmijën e saj. Komplikacione. Trupi nuk e kishte përballuar urrejtjen që mbante brenda. Burri im u zhduk. Parat nuk e shpëtojnë askën nga vetmia. Nuk djeva gëzim, vetëm mbyllje. Vite më vonë, djali im më pyeti: "Mami, pse jam kaq i fortë?" E putha në ballë, sepse ke lindur nga një grua që nuk u dorëzua. Ai buzëqeshi, dhe unë e dija, nuk isha më viktim, nuk isha më inkubator, isha nën. Dhe kjo ishte forca më e madhe që ata nuk e parashikuan kurrë.